Adhurues të basketbollit, ku do qeni duke na shikun këto qaste Kosovë, Shqipëri, trojtona etnike, Evropa po Amerikë. Mirë se erdhët në këtë ambient fantastik basketbollistik. Po i shihni këto pamje të mrekullueshme të Mitrovicës dhe Palestës Minatori në ndeshjen e parë finale midis kampionit aktual Trepçës dhe nën kampionit të Bashkimit. Për herë të 2-3 të Gjelbrit dhe Portokallin po ndeshën betejë për titull kampionit dhe kjo betejë fillon sonte këtu në këtë ambient fenomenal, fantastik të Minatorit, ku edhe sonte me ju jam unë asistuesi juaj Agon Femio. Çfarë ambienti mrekulloshëm sonte në Minatorit, cilin sonte Mitrovicasit e kanë shndruar në moton e tyre. Do ta shihni në fanelat që janë përgatitur enkas për këtë vinatori. Një nismë fantastike, sikur se në NBA dhe sikur se po e shihni një koreografi, një mrekulli dhe një kënaqësi, çfarë në vendin tonë mund ta shohim vetëm në ndeshje basketbolli. Nuk ka, nuk ka sikur se basketbolli që përgatit këso kënaqësi. Deri tash asnjë sport tjetër nuk arrin të përgatis dhe sonte këtu në Minatori, komplet palestra është veshur me fanelat që i ka përgatitur klubi. Kjo është një festë e vërtet sportive dhe nuk e kam më as pikën e dyshimit se kështu ka me qenë edhe të dielën e ardhshme në Sezai Suroj kur të zhvillohet ndeshja e tretë edhe para publikut Prizrenas. Adhurues të mi të dashur të basketbollit, festa e basketbollit kosovar po fillon. Po ja nisin betejat finale ndërmjet dy skuadrave që po e dominojnë elitën e basketbollit ton këto 2 vitet e fundit, ku Trepça po e synon titullin e 3-3, apo si i thojnë në NBA 3-peat, kurse Bashkimi titullin e parë pas 8 viteve. Por duhe me ju tregu një detaj interesant edhe për çudi. E kemi thënë edhe vjetë, se në 32 edicionet e deri tashme, kjo është vetëm finalja e dytë në kampionat midis Trepçës dhe Bashkimit. Kur në histori të basketbollit të pavarur kosovar, nga viti 91-92 e deri në vitin e kaluar, Trepça dhe Bashkimi nuk ishin takuar në finaljet të play-offit. Finalja 2025 ishte sefte për këto 2 skuadra në betejë për titull. Trepça e mposhti Bashkimin në finalin e play-offit të kaluar me rezultat përgjithshëm 4-2 në seri, duke ngrit titullin e 2-3. Duhet theksuar se në 2 vitet e fundit Trepça dhe Bashkimi janë takuar 3 herë në finale, 2 herë në kupë dhe 1 herë në kampionat. Të 3 këto finalet i ka fituar Trepça, pra ka rezultat 3-0. Kështu, kjo seri e cila fillon sonte do të jetë finalja 4-3 midis të Gjelbërve dhe Portokallinëve në 2 vitet e fundit. Palestra është e stërmbushur, mbi 4.000 shikues në Palestrën Minatori, ambienti është fantastik basketbollistik, çdo gjë është e gatshme për spektakël. Shikuar në përgjithësi në 32 edicionet e deri tashme të basketbollit të pavarur kosovar, Trepça dhe Bashkimi janë taku 5 herë në finalet e gjitha garave, 4 herë në kupë dhe 1 herë vitin e kaluar në kampionat, dhe gjitha finalet deri tash i kanë fituar Mitrovicasit. Në total, rezultatin finale është 5-0 në favor të Trepçës dhe kjo si vjet është finalja e 6 që nga edicioni 91-92. A do të vazhdoj Trepça traditën të mposht për herë të 2-3 Bashkimin dhe të bëj 3-peat duke arsyetuar në ofrën e tempullit Minatori, apo Bashkimi me stuhin e Portokall do t'ja ndalë hovin dhe ndërprej këtë seri negative duke rikthyer titullin e kampionit në Sezai Suroj pas vitit 2018. Kjo mbetet të shihet. Sidoqoftë, e dim se na pret një seri fenomenale finale dhe kënaqësi e vërtet basketbolli, sportit numër 1 në vendin tonë. Finalet midis Trepçës dhe Bashkimit nga pavarësimi, Kupa e Kosovës 2012 në Pejt, Trepça Bashkimi 86-81. Kupa e Kosovës 2022 përsëri në Karagaj Pejt, Trepça Bashkimi 72-62. Kupa e Kosovës, finalja 2025 Prishtinë, Trepça Bashkimi 85-79. Dhe në shkurt, me 18 shkurt të këtij viti, në Rahovec, Trepça Bashkimi 91-72. Dërsa në play-off, sikur se thash për herë të parë dhe të vetme, në finale, këto 2 skuadra u takuan vitin e kaluar dhe Trepça fitoi me rezultat 4-2. Adhurues të mi të dashur basketbollit, festa e basketbollit kosovar po fillon, po ja nisin betejat finale ndërmjet 2 skuadrave
që po e dominojnë elitën e basketbollit ton këto 2 vitet e fundit. Trepça po e synon tripitin, Bashkimi titullin e parë pas 8 viteve. Ky edicion fantastik i basketbollit, po e në fazën finale, kur ka mbetur minimum edhe 4, edhe maksimum edhe 7 ndeshje, para se ta mësojmë emrin e titullit të ri të kampionit të Pro Credit Superligës. Edicioni 25-26 i basketbollit ton ka qenë më i bukuri, më i paparashikueshmi dhe më dramatiku në historitë pas luftës, pa asnjë dyshim. Vetë fakti që nuk dihej se deri në sekundat e fundit, të xhiros së fundit, të ndeshjes së fundit, e cila shkoi në vazhdime dhe e cila fitoi epilogun me gjuajtjen e fundit, mjafton me na tregu se çfarë drame dhe kampionati ishte ky i cili sot po hyn në fazën finale. Çfarë ndryshimesh në kreun e tabelës i patëm si vjet. Bashkimi dhe Peja startun perfekt me 7-0, respektivisht Peja 6-1, mirë po pas pushimit të FIBA para kualifikime me 30 nëntor, çdo gjë ndryshoi dhe këto 2 skuadra që dominuan ciklin e parë patën rënje të madhe me nga vetëm 2 fitore 5 humbje, kurse në ciklin e dytë Trepça ngadalë mori primatin dhe me 20 fitore rresht në mënyrë dominuese e mbylli pjesën e rregullt si lider. E ku është Bora, që nga pozita e fundit me 0 fitore 6 humbje, në udhëheqjen e trajnerit të shkëlqyeshëm Kashella e arriti 2 gjysmëfinale të kupës dhe play-offit. Çdo gjë e gatshme, i pa me dhe referët, italianët Alessandro Perciavalla dhe Giacomo Dori, të cilët erdhën nga Italia së bashku me Gjelal Mumin, dhe ta shkojmë me prezantimin e Bashkimit. Kapiteni Valon Bunjaku, Ramiz Dumbo, Ken Anderson, Shannon Shorter, më i miri Bashkimit në gjysmëfinale. Iker Wamun vend të Kenny Vuteni, Koçka, Veton Gjeqa i biri Bledari, Jalen Riley, Dequan Lake, Meriton Ismaili, Muhamed Ali Janieva dhe Lejson Zeqiri, vendori më i mirë i Bashkimit në udhëheqjen e trajnerit Igor Jović, që bëri mrekulli me Bashkimin si vjet, dhe ndihmësit e tij Bledar Gjeçaj, Elbesar Gështenjën dhe drejtori sportiv ish kapiteni legjendar Qëndrim Biraj. Në anën tjetër, Trepça me Anes Gashin si kapiten, Venis Haliti, Gjakuri Pejn, Akili Winning. Çfarë atmosfere! 7 patën tuna, 8 Burim Zekici, 11 Mikajlit Mushici, 12 Trilion Hajrizi, 21 Sean Jones, 23 Mustafa Amzil, 35 Kapiti dhe 41 Hasbrook, me trajnerin më të mirë në 10 vitet e fundit Aziz Beqiragishin, në ndihmësit e tij Petri Zeqirin, Brajn Veselin dhe mos të harrojmë asnjëherë Diamant Çaushin, Alessandro Perciavalla, Giacomo Dori dhe Gjelal Mumini, referët e këtij dueli. Dhe ngritemi në këmbë për intonimin e hymnit të Kosovës. Përshëndetja e Adis Beqiragishit, njeriu i cili erdhi në Kosovë në shkurt 2020 para Covidit, dhe të dëgjojmë edhe intonimin e hymnit të flamurit.
Sigur se tham, pra, është kjo finalja e një kampionati të jashtëzakonshëm. Patëm betejë dramatike dhe jashtëzakonshme deri në çastet e fundit për mbijetesë, për largim nga liga dhe për play-off. Pra, për herë të dytë Trepça dhe Bashkimi janë në finale. Në finalit të këtij edicioni fantastik basketbollistik, dy skuadra që në dy edicionet e fundit dominuan elitën e basketbollit kosovar. Është kjo finalja 4-3 ku Trepça dhe Bashkimi po ndeshën midis veten këto dy vitet e fundit dhe tri këto finalet paraprake i kanë takuar Trepçës. Pra, vitin e kaluar pasi fitoi kupën, Trepça mposhti Bashkimin dhe edhe në finalet të play-offit me 4-2 në sëri, ndërkohë si vetë këto dy skuadra u takuan për sërin finalet kupës dhe Mitrovica si triumfuan duke ngrit trofeun e kupës për herë të 5 rresht. Të shohim edhe 5 Gjako Ripejn, Mikael Mushici, Sean Jones, Mustafa Amzili dhe Kenneth Hasbrook do të jenë 5 e pare Trepçës, ndërsa për Bashkimin, Valion Bunjaku, Shannon Shorter, Iken Vamu, Dekwan Lake dhe Lejson Zeqiri. E pasi po i shohim këto rjeta. Një detaj të cilin dëshiroj dhe dua t'ju potencoj. Këto rjeta adhuros të basketbollit janë të vjetra që 30 vjet, pra janë nga para lufta dhe këto i ka ruajtur Ferki Sejdiu, legendari Blaga, një kohë të gjatë drejtori palestrës dhe legjende sportit Mitrovicas dhe i ka sjellë sot enkas për këtë finale. Pra, është kjo një detaj shumë interesant në prag të kësaj ndeshje, e cila edhe 3 minuta 10 sekonda do të fillon. Se erdhën deri në finale, Bashkimi, Trepça dhe Bashkimi, pra pas startit të dobët, ku në 3 gjirot e para psoj 2 herë nga Pejan gjirën e parë dhe Bashkimin gjirën e 3, Trepça e mori vetën dhe fillimisht i renditi 5 fitore para se të pësonte disfatën befasuese nga vllaznimi në kuadër të gjirës së 9, me 7 dhjetor 2025, nga ajo ndeshje deri në fund pjesë rregull të kampionatit. Trepça dominoi plotësisht duke shënuar 20 fitore rresht dhe mbylli edicionin me 25 fitore dhe vetëm 3 humbje. Në serin gjysmë finale të play-offit eliminoi Pejan me rezultat përgjithshëm 3-1 dhe faktikisht si vjet në kampionat ka 28 fitore dhe vetëm 4 humbje. Nga ana tjetër, Bashkimi, i cili edicionin e filloi perfekt, duke dominu absolutisht me 7-0 në ciklin e dytë, psoi rënje të madhe dhe pati sukses 2-5. Shtu gjysmë stinorin vjeshtor portokallinte përfunduan me 9 fitore 5 humbje. Padyshim se largimi janë palokajt dhe lëndimet e shumta dhe të vazhdueshme e bën të veten mirë, po përkundër të gjitha krizave, Bashkimi arriti të bashkohet, të tejkaloj ato ditë të vështira dhe në pranverë shkëlqeu përsëri me 11 fitore e vetëm 3 humbje. E pjesën e rregull të kampionatit e mbylli në mënyrë të sigurt në pozitën e dytë me 20 fitore e 8 humbje. Ndërkohë në gjysmën finale të play-offit, Prizrena si tu ndeshën me befasin më të këndshme të këtij edicioni Borën, e cila përgatiti një seri fantastike dhe dramatike, e cila shkoi në 5 ndeshje ku në fund, pas një performance maestrale të mërkurën brëma në Seza i Suroi, në kampiona aktuale Bashkimi e udhëhequr nga trajneri Jovović, siguroi finalin e 2-3 kundër Trepçës. Shumë statistika, shumë histori dhe shumë detaje interesante dhe analiza në prag të këtij starti dhe kësaj serie fenomenale, bazuar në 4 ndeshjet e si vjetme mes Trepçës e Bashkimit. Në vazhdim po du shumë shpejt me ju paraqit edhe një parashikim dhe analizë taktike. Nëse shikojmë pra bilancin e fitoreve si vjet, pra Trepça ka 3 fitore dhe Bashkimi 1. Pra në statistika, saj përket pikve, Trepça 82, Bashkimi 77. Në kërcime, Bashkimi është dish më i mirë, për 0.8 kërcime. Në asistime, Trepça është më e mirë me 17 asistime përkundër 16 Bashkimit. Në blokada njësoj, në topat të humbur, pra Bashkimi është prapa. Me fjalë të tjera, kur i analizojmë këto statistika, vim në përfundim se faktori kryesor në dominimin e Trepçës ka qenë efikasiteti. Trepça ka qenë skuadër më efikase në sulm në çdo aspekt, me përqindje më të mirë për 2 pikë, pak më e mirë për 3, dhe mbi të gjitha ka humbur shumë më pak topa. Dallimi është se topat e humbur, Bashkimi 13 dhe Trepça 8, është një dallim shumë i madh në play-off.
Bashkimi nga ana tjetër fiton kur loja bëhet e shpejtë dhe fitoria vetme e Bashkimit ka ardhur në ndeshjen e parë kur ritmi ka qenë i lartë, kur portokallin shënuan 93 pikë duke qelluar 50% për treshe duke pasur 22 asistime. Dhe kjo na tregon shumë taktikisht sepse kur Bashkimi vrapon në kundërsun, lëviz topin shpejt dhe realizon nga distanca kundër Trepçës, atëherë bëhet skuadër shumë e rrezikshme sulmuese. Mirë po, kur loja ngadalësohet dhe luhet në gjysmë fushë, zakonisht Trepça e kontrollon ndeshjen. Gjatë këtyre përballjeve, loja e brendshme e Trepçës ka qenë më konstante dhe Mitrovicasit realizuan 53% të tentimeve për 2 pikë nga brendia, kurse Bashkimi 50. Elementi që mund ta vendos në ndeshjen e parë finale mund të jetë edhe befasi janë 3 pikëshat, sepse po e them, Bashkimi në ndeshjen e parë pa të realizuar 9 treshe nga 18 tentime, mirë po më pas në 3 duelet e ardhshme në kampionat, Trepça e limitoi në vetëm 19 treshje dhe duke bërë totalin prej 7 tresheve për ndeshje në anën tretë. Në anën tjetër, Trepça i ka edhe treshe për ndeshje dhe dueli i parë final fillon me topin e parë për Bashkimin. Sulmi i parë vjen për portokallin. E vjedh te top Mikajlet Mushiqi. Pejnë. Bunjaku është me njëherë pranë Hamzili. Mushiqin, Shorter do të jetë në Mushiqin, Hasbrook dhe Shorter. Jones Bilekun me të parën, ish reprezentuesi i Kosovës realizon pikët e para të Trepçës e përsia e parë në këte finale shkon për ekipin Nikoqir. Bunjaku e kërkon atje pikun nga Iker Wamu i cili po luan në vend të Vutenit për mrekulli atje depërtoj mirë po në pasim Bunjaku gaboj kundër sulmi shpejt Mushiqi në low post atje për Jonesin i cili tenton të shofin. Është personale e Dekua Lejkut i cili po ka telashe me personale në këto ndeshjet e fundit. Herën e parë është i pasak nga via gjuajtjeve të lira. Sean Jonesi ka një ekzekutim prej 75%, që është një përqindje e lartë, mirë po, sonte herën e parë tentoj nuk realizoj, megjithatë herën e dytë e vazhdon serin prej 3 pikëve rresht në start të finales së parë. Bunjaku drejtë në duar të Hasbrookut, situat 3-2. Vini nga Payne, tentoj, nuk realizoj Bunjaku e pengoj Meriton Ismaili, me njëherë do të inkuadrohet në loj, nuk po i shkojnë gjërat si duhet, si ka dëshira atje Jovici. Kërcimi Sean Jonesit para Dekua Lejkut. 6 cm është më i gjatë Dekua Lejk, mirë po Sean Jonesu vendos mirë. Pick and roll atje. Loja të cilën e bën për mrekulli Hasbrooku, mirë po gabon Bunjaku për Shorterin, i cili me përvojën e tij shkon, realizon para të Mushiqit dhe afron rezultatin në 3-2. Pas 2 minutave loj gati, pikët e para nga Shannon Shorter, figura kryesore e Bashkimit në anën tjetër, përgjigjet me këte asistim fantastik dhe shënimin Kenny Hasbrook. Sinqiri dhe Lake, një bloki 2 fisht atje për Wamun, edhe një mbrojtje e mirë atje e Sean Jonesit. Ka dhe 8 sekonda, tregon atje trajneri Adis Beqiragiqi lojtarëve të tij, kërkon pressing. Wamu, çfarë mbrojtje mirë, po eri merr topin dhe 30% e sekondës para se të kryej ky sulm, Iken Wamu, zëvendësuesi i Kenny Vutenit, i cili u lëndua, ishte fantastik në gjysmëfinalen vendimtare kundër Borës. Rikthimi i tij solli edhe përsinë e lartë dhe fitoren.
mbrojtje e mirë atje e Dekualekut, kësaj radhe i revanshohet Sean Johnson. Bunjaku për Lekun në thellësi, Iken Vamu tenton, nuk realizon Hamzili më i lartë në kërcim. Payne, blok i mirë i Sean Johnson. Mirë po, ka shkaktuar edhe personale, tregon referi kryesor Alessandro Perciavalle. Mushiqi dhe Nwamu. Lejsoni atje tenton të hapët, po çfarë mbrojtje po luan të Mushiqi sonte. Mbrojtja do të jetë përsëri atuja kryesore e Trepçës dhe trajnerit Beqiragic. E Bashkimi e kërkon lojën e shpejt dhe treshet. Edhe një mbrojtje mire Gjakori Penit atje, ja vjedh topin Bunjakut. Payne, bloki Johnson, Payne ishte i shtyrë. A do të jenë dy gjuajtje të lira, apo jo? Folli Balion Bunjakut dhe me vendimin e referve, pas konsultimit të Muminit me kryesorin Perciavalle, i cili po ja shpjegon Jovicit, ishte akti gjuajtjes në kosh. Hasbrook ullet për të pushuar dhe në loj për herë të parë sonte Akili Winning. Gjakori Payne, një top i vjedhur deri tash, njerë tentoj për 2 pikë, nuk qëlloj. Mirë po nga via gjuajtjeve të lira, Gjakori Payne ka një efikasitet fantastik prej 90%. Është fenomenal Gjakori Payne, ka realizuar deri tash prej 55 tentimeve 49. Dhe kjo është gjuajtja e 50 jubilare e realizuar nga 56 tentime si vjetë në Super League nga Gjakori Payne. 7-4, 4 minuta loj në finalin e parë. Shorter për Zeqirin. Shorter dhe vjen me treshe për të barazu rezultatin. Shannon Shorter, fantastik. Vazhdon me shpërthimin e tij, Shannon Shorter. Kryesori, atuja kryesore e Bashkimit në play-off. Hamzili dalet në mënyrë të palejuar, këte edhe kërkon Adis Beqiragici, mismeqat pas pick and rollit. Vendosja në post atje, u vonuan Lake në Hamzilin, Bunjaku desh që ta merr dhe shkaktoi personalin e tij të dytë me njëherë. Meriton Ismaili në vend të Valionit. Do t'jetë kjo një handicap sepse Valioni luan mbrojtje jashtëzakonisht agresive dhe është figurë qendrore në mbrojtjen e Jovicit. Edhe një huqje e Trepçës për 3 pikë. Topi humbur për Bashkimin. Sulm të organizuar, e ka ngadalësuar ritmin Trepça dhe ajo është e pritshme. Dëshiron Beqiragici të kontrolloj posedimet, të sulmoj brenda në fillim dhe të bëj pressing me mbrojtje agresive, duke detyruar Bashkimit të humbë topa dhe ta dënoj me kundërsulme. Ta detyroj Bashkimin të luajë në gjysmën fushë. Si gjithmonë Adisi, fokusi pritet të jetë mbrojtja fizike dhe kontrolli kërcimeve. Edhe një gjuajtje e lirë për saj here për Akili Winningun. Betet 7-7, Akili Winning. Një efikasitet prej 76%. Herën e pare Huqi, herën e dytë realizoj. Dhe tani, pak minuta për Dardan Kapitin në vend të Sean Johnson. Ylli i ri basketbollit kosovar, djaloshi i cili me fluturimit e tij si vjet
definitivisht e ka meritu që të trashëgoj atë nofkën e Florian Miftarit, pra Dardan El Kapiti. Në anën tjetër vjen treshja e Lejson Zeqirit, fenomenal, i cili apo jo e ka shkelur vin, megjithatë e ka shkelur vin nga distanca. Në anën tjetër Dardan Kapiti shkon, realizon dhe rezultatin e parazon. Çfarë loje në stan, 10-10. Edhe njëherë Lejsoni nuk gjuan, lëvizje ti mashtruese, dueli Kapiti Zeqiri, dhe është ky faulli Zeqirit. Tregon atje, a referi ndimsi Giacomo Dori, ka plotësuar bonusin skuadra e Bashkimit. Përgatitet atje edhe po nxehet Trilon Hajrizi, faulli Lejsonit. Personalja e dytë e Lejsonit Zeqirit, një gjuajtje e Amzilit, një e realizoi, tjetrën e Huqi, për 11-10, Kian Anderson në loj, tenton për 3 pik, Amzili më i larti në kërcim winning, me njëherë është atje pranti, Lejsoni me penguat pasimin e parë, kundër sulmi shpejt, mirë po vendosët shpejt tranzicion në mbrojtje, Bashkimi po lëviz sonte për mrekulli në mbrojtje, megjithatë ja ai ekstra pasi tenton Amzili me kërcim në sulm, edhe një herë, edhe herën e dytë e Huq atje. Nuk e realizon, 2 herë treshën Gjakori Pejn me këmbë atje Mikajlet Mushiqi. Ju thash adhurues të basketbollit edhe parës se 3 pikëshat mund të jenë detaj vendimtar dhe befasi në këtë ndeshje. Gjakori Pejn largohet, Hasbrook kthehet. Kian Anderson me hap prapa, tenton, edhe ai nuk realizon. Tani kemi nga 3 sulme të huqura nga të dyja skuadrat. Më të mirët, shorteri pas Jones, 3 pik. Ufa! Shka bën plaku, 14 vjeçari me numër 41. Kenny Hasbrook deporton për mrekulli dhe realizon për 13-10. Do të reagoj me njëherë Jovovici, me Nwamun dhe Janjevën. Shorter, për mrekulli atje, deporton, por e pengojnë në mbrojtjet Mushiqi dhe Kapiti. Winning, bloki Kapitit. Winning, për mrekulli, e shfrytëzon blokun. Këte pick and roll, deporton, duart trokitje, atje për shëndetën Kapiti dhe Winning. 15-10 e përsia më e thellë e Trepçës deri tash, pas asaj e përsia me pikët e Lejson Zeqirit, për 18 që ishte e përsia e pare e Bashkimit, e kemi një seri të shprejt prej 7-0 me hyrin e Dardan Kapitit dhe time-out i kërkuar nga Igor Jovovici. Në fillim kemi dominim absolut në kërcime të Trepçës, 9-4, në asistime 3-2, edhe në topa të vjedhur 3-2. Dominim ashtu si edhe paralajmërova që do të tentoj të bëj Adis Beqiragishi me pikë të realizuara në brendit të trapezit. 8-2, second chance points apo rasti i dytë pas kërcimeve në sulm 2-0, ndërsa Bashkimi në anën tjetër u përgjesh me 2 treshë dhe mbajti ritmin. Trepça nga 3 tentime ende nuk ka realizuar pikë, ndërsa në anën tjetër Bashkimi me 50% të efikasitetit për 3 pikë nga 4-2. Po e mban ritmin më të mirët saj për këtë pikëve. Të Trepça me 4 pikë, Kenny Hasbrook dhe në anën tjetër me 5 Shorter. Kian Anderson. Shannon Shorter.
Kërkohet atje në tërheqje me dorë. Sa bukur të Mushiqi për kapitin I cili me njëherë e përcel të Driloni I cili u rikthye në loj, bombardoj, treshën e realizoj dhe njëkohësisht edhe përsin më të lartë prej 8 pike. Vazhdon seria prej 10-0. Janjeva dhe kapiti shpejt lëviz topi Zeqiri I vetmuar Shorteri atje. Përgjigjet në treshe të Drilonit, me treshe pikrisht mbi Drilonin. Çfar loje, çfar finale. I arzakonshëm. Driloni I arzakonshëm Shorteri. Driloni edhe Janjeva. S'ka problem kur tardan kapitin e ki në vend. Thash edhe njëherë me plot kuptimin e fjallës. E ka trashëguar atë në sa bukur atje Janjeva depërton, por si duket faulli ishte ma heret para deportimit. Është kjo personalja e Drilonit. Në ekranet e juve Giacomodori, referi italiani I cili së bashku me Perçavallën e referojnë këtë duel. Dhe kemi dalje të sinjalit në ekranin ton, nuk jam duke pa në ekranin tim asgjë. Elus Regjin që të vjen dhe të reagon. Sinjali rikthehet. Shorter realizon. Për 20-14. Edhe herën e dytë për 20-15 e zbut disavantazhin Shannon Shorter. 10 pikë të tij tashmë nga 15 të sa bukur atje. Asistim Drilon Hajrizi betët I vetmuar për 22-15. Iken Vamu, fauli Asbrukut. Tregon referi Giacomodori. Ankon atje Hajrizi dhe Asbruk, me gjithate këtu u pase pati kontakt Iken Vamu me të vërtet rikthimi I tij në përbërjen e bashkimit solli energji. Herën e parë nuk realizon. Betën 22-15. Edhe herën e dytë, të dy gjuatjet e huqura. Pas atyre dy të realizuara të Shorterit, 2 huqje të Iken Vamut, 50% për gjuajtjet lira, në anën tjetër 8-5 nga gjuajtjet e lira Trepqa. Të dyja skuadrat huqën shumë gjuajtjet e lira në start. Akili Vindik për treshet e do nuk realizon. Kian Anderson kundër sulmi shpejt. Shorteri shkon deri në fund, nuk realizon, e pengon atje Viningu. Drilon Hajrizi, lëvizje e bukur mashtruese ti Janjeva, kthehet atje me njerë pran ti. Anderson është pran të Mushiqit, bën pressing, pick and roll, sa shpejt, sa bukur lirohet Dardani, shikoni këte lojtë të ti, tenton, nuk realizon. Sekundat e fundit të qereku të parë të kësaj finale fenomenale, ndeshja e parë mes Trepqës dhe Bashkimit. Shkon Iken Vamu, do të shkon me treshe sigurisht, dhe e dërgon të vendi. Fantastik, Iken Vamu. 22-18, treshe Iken Vamu për pikën e ti të 5. Shkoj me marketing për të rikthyer përsëri në minatori.
Breull t'i kisha pas pare. Po mëre, me për kredit më nësh mi pas për 3 minuta. Ama telefonin? Qeku i ki 10.000 euro. Kredi jo e shpejt, po te për e shpejt. Bashku hiq në bank, komplet online. Kredi deri në 10.000 euro. Pare dalin sekund. Banka Pro Credit, sa ma shpejt për ty. Siguroje jetën në Illyria Life. Rikthemi me këto pamje fenomenale në Minatori, pjesa qereku i parë, 22-18, ja dhe statistikat e përgjithshme po e shohim, pra një dominim absolut në kërcime i Trepçës, 2 fish më shumë kërcime, 12-6 në asistime, 5-3 topa të vjedhur dhe ritmin e lojës Bashkimi po e mban vetëm duke i falenderuar 3 pikshave. Ju thash adhurues të basketbollit, Bashkimi mund të fiton këtë ndeshje dhe të luftoj barabart me Trepçën vetëm nëse i shkojnë treshet, pra të luan lojë të shpejt, sikur se në ndeshjen e parë që e kishte fituar kundër Trepçës këtu në Minatorin në start të kampionatit me 26 tetor, kur kishte qelluar në treshe nga 18 time, kishte realizuar 93 pikë, pra duke qarkulluar topin shpejt me 22 asistime aso kohë. Pra kjo tregon se kur Bashkimi vrapon në kundërsun, lëviz topin shpejt dhe realizon ka distanca kundër Trepçës, bëhet skuadër shumë e rrezikshme. Në anën tjetër, Trepça, pra definitivisht ka imponuar stilin e vetë të lojës, e ka qetësu lojën në gjysmëfushë me pikë në brendi, ka dominuar absolutisht. 12-2 dhe tani filluan të punojnë edhe treshet. Hasbrook pas asaj të Trilon Hajrizit që në start, e kur të fillon me funksionu edhe treshja e Trepçës, atëherë është jashtëzakonisht e rrezikshme. Batën Tuna, djaloshi i cili me Amzilin gjatë dhjetorit dhe janarit ati rikthimit dhe hyrjes në seri të fitoreve të Trepçës, ishte ndër lojtarët kryesor, mirë po lëndimi e qiti jashtë sistemit, por gadal po kthehet, mbrojtës i jashtëzakonshëm është Tuna. Shortën, Bitar Danka, pitin përgjigjet në treshe me treshe. Sharon Shorter, fenomenal. Pa. 13 pikë të Shorterit. Triloni, bukur atje. Jo. Megjithatë, Dardani ishte ai fundit i cili luajti me top. 5 treshe të Bashkimit nga 7 tentime. Po e mbar në lojë 3 pikëshi. Bashkimin 13 pikë të Shorterit, 3 treshe të tij nga 4 tentime, i jashtëzakonshëm. Në çastet kur i duhet Bashkimit më së shumti tentim për treshe dhe përsëri kam dalje të sinjarit adhurues të basketbollit edhe regji e dashur. Rikthehet sinjali. 25-24, 2 treshe rresht. Winning Depërton realizon dhe rezultatin përsëri në 27-24 e largon. Pra ishte Ikem Vamu, ai cili realizoi 3 pikshin dhe tani time-out kërkon Adis Beqiragishi, fauli Trilon Hajrizit, fauli i dytë ekspresi Trilonit. Edhe njëherë Kenny Hasbrook, pra kjo treshe ti në start mirë, po më pas erdhen 2-3 piksha, 2 përgjigje.
Vamu dhe Shorter. Faktikisht nëse shikojmë fundin e çerekut të parë, kur Iken Vamu realizoi për 22-18, pra 9 pikët e fundit, ishin për 3 pikë. Vamu e filloi serine 3-3 pikëshave rresht. Shorter e vazhdoi në start të çerekut të dytë dhe Vamu e përmbylli para se Akili winning. Ja, kjo është treshja e dytë tresht e Iken Vamut. Pra tandemi Vamu dhe Shorter kanë realizuar 21 nga 24 pikët e bashkimit deri tash. Pra një detaj shumë interesant dhe përsëri nuk kam pamje në ekran. Rivëhet topi, na kthehet edhe fotografia, rivëhet topi, Kian Anderson po na shkelën kodllat këtu adhurues të basketbollit, ndërsa në anën tjetër vjen barazimi dhe treshja e 4-3 kësaj radhe, Janjeva. Vamu Shorter, Vamu Janjeva, 12 pikë rresht për 3 pikë. Në anën tjetër në brendi, përgjigje Dardan Kapiti, ju thash edhe në fillim, befasi në këte dhe faktor, shumë befasues mund të jenë treshet dhe kjo dhe pëndodh. Shorter, duheni dy shtatsheve, Tuna dhe Shorter, pick and roll, topi shkon në anën e kundërt, i vetmuar Janjeva, depërton, deri në fund, Janjeva realizon rezultatin e barazon dhe ndalet në mënyrë të palejuar nga Dardan Kapiti, 29-29, edhe njëherë, jo, më falni, ishte Batën Tuna. Largohet Driloni, në parket rikthehet Mustafa Amzili. Nëse realizon këtë gjuajtje të lirë Janjeva, do të jetë vetëm e era e dy që bashkimi kalon e përsi, pas asaj 18. Shënon për 29-30, Muhamed Ali Janjeva, 6 pikë të ti ekspresa, ajo treshe dhe kjo loj, kosh faul, në anën tjetër, depërton, nuk realizon, por Dardan Kapiti e përmirëson dhe eri kthene përsi në 31-30. Çfarë starti i kësaj finale fenomenale në Minatori. Pick and roll, Shorter, e hap lojën, e do bon topin atje poshtë, me gjithate, ka luajtur i fundit, edhe topi do të jetë për Trepqën. Asbruk, e tregon vetën atje Lejson Zeqiri dhe kthehet te Dardani Kapiti, bete e madhe nën kosh atje, krijohet hapësirë. Winning, mirë po e shpëton Tuna te Amzili, i cili tenton, nuk realizon. Vamu e mbyll mirë dhe fiton kërcimin. Shorter, dy fishim, beti atje koridori i vetmuar, topi shkon te Vamu në kënd. 31-33, Iken Vamu i pandalshëm, 3 treshe nga 3 tentime, po bombardon, 11 pikë të ti, 13 të Shorterit. 6 treshe nga ky tandem, Amzili për mrekulli e ngrit në hava atje Andersonin dhe barazon rezultatin. Çfarë drame, çfarë loje finale fenomenale. Pa. Shorter edhe Tuna, Shorter depërton, dalet me faul nga Tuna, është i pa kapshëm Shorteri për Tunën. Lake do të rikthehet në loj në vend të
Lejson Zeqirit. Zëvendësimi lojtarëve do të bëhet pas gjuajtjes së lirës të shorterit. Lejkmen të Zeqirit dhe punjaku me shorterit bëhen gati. Për pak ishin në prak që të ndëshkohen me teknike, për shkak se në parket do të ishin 4 lojtarë të huaj. E pak të Zeqirit dhe reagoi me kohë. I realizon të dy gjuajtjet e lira Shannon Shorter për 33-35 e ka meritu pushimin. 15 pikë të Shannon Shorterit, adhurues të basketbollit. 11 të Iker Vamut dhe 6 të Janjevës. 8 treshe nga 10 tentime, 80% të efikasitetit. Çfarë efikasiteti për 3 pikë i Bashkimit? 24 nga 35 pikët deri tash Bashkimi i ka realizu nga treshet. Pra po ju them, ju thash në fillim, elementi që mund të vendos ndeshjen e parë finale dhe të jetë befasi janë 3 pikëshat. Në anën tjetër, tenton, nuk realizon, byllët mirë atje edhe Amzili, kundër sulmi shpejt i Bashkimit, i cili kërkon ritëm të shpejt të lojës, edhe kundër sulme të shpejta, ose pozita për treshe. Vamu, ja vjet topin si me magnet atje, Akili winning. Gjakori Payne, fauli Kjan Andersonit. Në qerekun e dytë, Trepqa nuk arritur të ngadalsoj ritmin edhe t'i kontrolloj posedimet e topit. Në anën tjetër, Bashkimi me mbrojtje efektive edhe me qarkullimin e topit duke krijuar pozita për 3 pikë, ka bombarduar 8 treshe nga 10 tentime në pjesën e parë deri tash. Është e jashtëzakonshme. Amzili për Sean Johnson, i cili dalet në mënyrë të palejuar nga Dequan Lake, dhe tani Trepqa po e bën atë që edhe i ka sjell atë përsin maksimale prej 8 pikëve. Po e fut topin në brendi përmes Amzilit dhe Sean Johnsit, duke i detyruar lojtarët 7 lartë të Bashkimit që të shkaktojnë personale dhe të kërkon rastin që me shënime nën kosh dhe faula nga gjuajtjet e lira të dominoj. Pra nga një ranë, po i kemi bombardimet për 3 pikë nga distanca të Bashkimit. Në anën tjetër, loja në brendi me 2 pikësha dhe ngarkimin e lojtarëve 7 lartë të Bashkimit me faula, me gjuajtje të lira nga ana e Trepqës. 9-6 deri tash nga vija gjuajtjeve të lira. 10-7-70% të efikasitetit nga gjuajtjet e lira i ka skuadra Niko Qire, kampionja aktuale, e cila po ndeshet për titullin e 3 treshtme nën kampionin aktual Bashkimin, i cili po e kërkon titullin e parë pas 8 vjetëve. Dequan Lake atje gaboj në hapa, tregon atje referi italian, ndihmësi Dori. Në 2 gjuajtjet e lira të shorterit u përgjigje dhe Sean Jonesi, ish reprezentuesi për të barazu rezultatin, kur ka mbetur edhe 4 minuta e gjysmë deri në fund të kësaj ndeshje fantastike. Mustafa Amzil bombardon dhe treshen e realizon për 38-35. Të jashtëzakonshëm sonte për 3 pikë, sidomos Bashkimi është fenomenal. 8 treshe nga 10 tentime. Këto moti nuk e kemi pa. Iken Vamu do vinë gjuajtjeve të lira. Ka plotësuar bonusin Trepqa. Iken Vamu, i cili parës i huqit të 2 gjuajtjet e lira. Në anën tjetër shorteri 4-4 dhe Janjeva Nini.
po të mos ishin ato dy huqet e Iken Vamut, do të ishte 100% nga vija gjuajtjeve të lira Bashkimi. 11 pikë të ti. Kësaj radhe realizon dhe rezultatin në 38-36 e afron Iken Vamu. Me të vërtet nga njëherë është fat në fatkeqësi, po që Bashkimi e humbi Kenny Butenin, kërcyesen mirë, po definitivisht kontributi dhe impakti i Iken Vamut me kthimin e tij në ekip është i jashtëzakonshëm. 13 pikë të Iken Vamut, i cili afron rezultatin në 38-37, 4 minuta lojë deri në fund pjesës së parë. Winning për mrekulli depërton e huq, por s'ka problem sepse aty është Sean Jonesi për 14-37. Luft top për top, centimetër për centimetër. Anderson. Janjeva shpejt shkon topin në anën tjetër. Janjeva në kënd, në pozitën e tij. Amzili i qëndron larg, një pasim. Sa bukur e hapën lojën, mirë po Anderson nuk realizon, u fut Janjeva, e hapi lojën, topi shkoj të Andersoni e huqi, në anën tjetër, sulmi shpejti, sa bukur atje edhe të Mushiqi, për Mustafa, treshja Amzili, zotën nga gjumi, reprezentuesi i Finlandës, Mustafa Amzil me 2 treshe resht, dhe nga -2, kur ishte rezultati 33-35, e udhëheq Trepçën në seri prej 10-2 për të ngritur rezultatin në +6 pike për si, edhe për të detyruar trenerin Jovic që të kërkon time-out. Çfarë lëvizje bukure Mikajlet Mushiqit, e ngriti atje në hava shorterin, asistoi për Amzilin, e ky nuk ja çoi huq pasimin, dërsa këtu ishte ai kërcimi në sulm tipin i Sean Jonesit. Derisa te Bashkimi, kemi 2 lojtar me pikë 2 shifrore, Shorter dhe Nwamu që kanë realizuar. Shorter 15 dhe Nwamu 13 pikë, 28 nga 37 pikët e Bashkimit, pra 2 individ që po dallohen. Në anën tjetër, pra shënimi pikëve te Trepça shpërndar me 9 pikë, Mustafa Amzili tashmë lojtari më i mirë në parket, me 9 pike, 5 kërcime, 2 asistime, 8 pikë i ka Dardan Kapiti dhe 4 kërcime, 2 asistime. Me vërtet, Dardani për 9 minuta loj me këte performancë po mrekullon. Thash edhe njëherë, me plot kuptimin e fjallës, trashëgimtar i Florian Ermi ftarit Dardan Kapiti, jo veç me ato kërcime dhe ngulitjet e ti monstruoze, por tashmë dhe se shooter dhe njeriu i cili me treshe te Trepça e ka përqindjen më të lartë. Janjeva në pozitën e ti tenton, nuk realizon. Hasbrook kundër sulmi shpejt. Payne për Mustafa Amzilin, i cili shpërtheu me plot kuptimin e fjallës. 8 pikë të Mustafa Amzilit pas 2 tresheve, edhe ky deportim në asistim për 45-37. Kjo është tash përsëri përsia më e lartë e Trepçës pas seris prej 12-2. Tentim për tu përgjigjur dhe kur Trepça hyn në sistem dhe në seri, në skendel Shannon Shorteri, edhe një treshe e Shorterit i jashtëzakonshëm Shannon Shorter. Treshja e tij e 4, 18 pikë të Shorterit. 9 treshe adhurues të basketbollit nga 12 tentime. Hasbrook tenton, me u përgjigj, nuk e arrin. Bunjaku për Andersonin. Shorter atje kërkon topin. Luan 1-1 me Penin. I vetmuar Bunjaku tenton, nuk realizon. Topin Lejke dëbon, edhe një tentim. Shorter kësaj radhe nuk shënon, dhe tani kemi 2 huqje rresht për 3 pikë. 45-40.
edhe 90 sekonda loj në pjesën e parë. Sa bukur Gjakori Pejnë, bon slalom depërton dhe rezultatin e ngrit në 47 me 40. Anderson, Lake, ja bon blokun e dyfisht, Jan Anderson tenton, nuk përgjigje, tani kemi 3 huqje aresht të Bashkimit për 3 pik. Sean Jones, çfarë asistimi për e përsin më të lartë prej 49 me 40 plus 9 në fund të pjesës së parë. Mustafa Amzili shpërtheu edhe me të vërtet me lojën e tij treshet dhe dyshet ishte lideri skuadrës. Bunjaku me kërcimin në sulm. Vjen edhe një tentim për 3 pik. Lufton atje edhe një herë Lej. 2 kërcime në sulm. Nuk po dorëzohet Bashkimi. Bunjaku nuk gjuan për treshe. Gabon në pasim. Time out kërkon Adis Beqiragishi. Nuk është as pak i lumtur dhe po reagon atje me faktin që lojtarët e tij nuk e mbyllën mirë koshin dhe lejuan ato 2 kërcime në sulm. Tremblet pik të Mustafa Amzilit, i jashtëzakonshëm adhurues të basketbollit. Çfarë Mustafa Amzili në pjesën në çerekun e dytë. Ja dhe njëherë është kjo treshja e Amzilit, i cili nga këto 13 pikët e tij 12 i realizoi në çerekun e dytë dhe definitivisht është më i merituari që Trepça u shkëput në e përsin maksimale prej 9 pikëve deri tash. 13 pikë, 5 kërcime të tij dhe me njëherë për krahu e ka Dardan Kapitin me 8 pikë, 4 kërcime dhe 2 asistime, pa humba asnjë top. Trepça i ka 4 topa të humbur. E në anën tjetër, ju thash edhe në start, topat e humbur mund të jenë ato që ndërshkojnë Bashkimin. 9 topat e humbur dhe pikërisht kjo është edhe dallimi, diferenca në mesatare të mes të dy skuadrave. 5 topat e humbur. Fauli Meriton Ismailit. Kishte faul për të dhënë skuadra e Bashkimit. E shkakton këtë Ismaili edhe në presin 1 sekonda deri në fund. Hasbrook për Payne. Payne depërton. Nuk realizon. Edhe njëherë për Kapitin, i cili bombardon me treshën e tij, sikurse në gjysmëfinale në sekondën e fundit atëherë ishte pothuaja nga koshi në kosh. Kapiti, e thrasin emrin e tij, 52 me 40, i arzak për çfarë pozite Dardani. Definitivisht kemi përmirësim të jashtëzakonshëm nga Dardan Kapiti, si vjet. Me këtë treshe, 11 pikë të Dardan Kapitit në tentimin e parë, treshja e parë. Amzili 13 pikë, Kapiti 11, 24 nga 52 pikët e Trepçës nga tandemi Amzil Kapiti, e në anën tjetër të Bashkimi 18 pikë të Shanon Shorterit, 4 treshe dhe Iken Vamu 13 pikë, 3 treshe nga 3 tentime. Jashtëzakonshëm në një anë e patëm Trepçën e cila sulmoi në brendi, me kërcime dominoi, mirë po treshja nuk i shkoi. Bashkimi u mbajt në loj përmes tresheve, pas i realizoi 9 treshe nga 17 tentime, mirë po në një qast ishte 9 me 12 në fund, në këto 2 minutat e fundit i huqën 5 tentime për 3 pikë, e në anën tjetër Trepça u kundër përgjigj përmes Mustafa Amzilit, i cili realizoi 12 nga 13 pikët e tij në këtë çerek
duke I qelluar të dy treshet. I jashtëzakonshëm ishte Mustafa Amzili. Trepqa 52, Bashkimi 40. Është rezultati final I pjesës së parë në ndeshjen e parë finale e cila deri tash na ka përgatit një shfaqje fenomenale. Shkojmë pushim për të rikthyer përsëri në minatori pas një 10 minutave.